Të nderuar teleshikues, asalamu alaikum. Mirë se vini në emisionin ton të radhës Pyetjet në Kur'an. Si gjithmonë, bashkë me ne në studio është hoxha i nderuar Ahmed Kalaja. Hoxha i nderuar, mirë se erdhët. Mirë se vjen, faleminderit. Atëherë padyshim që njeriu në këtë botë përpiqet për më të mirën. Dhe një pyetje në Kur'an pra e vën komplet në pikpyetje nocionin dhe kontekstin e të mirës. Në surën Rahman, ajeti 60, Zoti thot: "Dhe a ka shpërblim tjetër për të mirën përveç se e mira", pra veç të mirës. Atëherë, para se ta shtjellojmë në detaje nocionin e kësaj, çfarë do të thotë dhe çfarë synohet me të mirën në Kur'an? Atëherë, bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit, gjithë mëshirshëm të mëshiruesit. E mira është, si më thënë, term relativ, varet se njeriu çfarë e ka ushqyer veten e tij dhe se si është edukuar për të pas një botkuptim të saktë për të mirën. Ajeti flet për të mirën përgjithësi, pra me kuptimin e mira përkthehet në të mirë, e mira shpërblehet me të mirë, e mira nuk humbet. Sepse njerëzit fatkeqësisht, domethënë edhe sidomos këtu ku jetojmë, kanë një nocion komplet negativ mbi të mirën. Ta bëj mirë se do të gjesh keq, ndërsa Zoti thotë jo, nuk është ashtu. Pra bën mirë gjen mirë. Bën mirë gjen mirë, thotë Zoti. Nuk e humb Zoti të mirën. Edhe nëse ty njerëzit nuk ta kthejnë të mirën me të mirë, është një Zot lart që ty do ta kthej të mirën me të mirë. Do ta kompensoj Zoti ty të mirën tënde. Kjo normalisht nënkupton edhe raportet e njeriut me Zotin, po edhe raportet se si Zoti do ta shpërblej njeriu. Raportet e njeriu me Zotin me kuptimin Zoti ne vetëm mirë na ka bërë. Pra me kuptimin na solli në këtë botë dhe këtë botë të bërit përshtatshme për të jetuar ne. Na dha shpirtin, na krijoi, na ka sjell në jetë, na ka bërë Zoti aq shumë të mira. Tani pyetja është, ne si njerëz, ne si krijesa përballë kësaj bamirësie pafund Zotit, si do të pozicionohemi? A do të jemi ne ndaj Zotit mirënjohës dhe do të kthejmë Zotit mirën me të mirë, megjithse e mira jonë nuk arrin tek Zoti. Pra me kuptimin nuk është se bëjmë nder Zotit, nuk është se ne me të mirën tonë fitoj Zoti diçka. Po faktikisht është një mirë që do të na kthehet prapë neve. Pra gjithmonë njeriu është në favor dhe gjithmonë njeriu është në fitim. Pra ne përballë të mirave të Zotit, çfarë nuk kupton? Apo ja kthejmë Zotit me të mirë, apo jemi falendërues ndaj Zotit për këto të mira që na ka dhënë Zoti, apo i përdorim këto të mira për të mirë, apo po i përdorim këto të mira për të keq. Në momentin që ne ndjejmë mirënjohje dhe falenderojmë Zotin për të mirat që na ka dhënë, në momentin që të mirat e Zotit ne i përdorim në të mirë dhe nuk i përdorim në të keqe, do të thotë se ne në thonjza po ja kthejmë Zotit të mirën me të mirë. Po mirë, çfarë fitojmë ne për kësaj pjese? Thotë Zoti në Kur'an, Allahu është falendërues. Pra nëse njeriu të mirën e Zotit ja kthen Zotit me të mirë, atëherë Zoti do t'i japi atij dyert e mirësisë dhe begatisë dhe do t'i çelë, si më thon, horizonte të reja për të qenë ai shumë më mirë dhe shumë më komod në jetën e kësaj bote. E vetmja gjë që duhet, domethënë, analizuar këtu është fakti, po mirë, kur na ndodhin këqija nga Zoti, se Zoti tha, okay, kur na ndodhin të mira do falem, po kur na ndodhin këqija, dëgjoj, nuk ka gjë që vjen prej Zotit që të jetë e keqe, edhe pse ka dhimbje, edhe pse ka vështirësi, edhe pse ka lot në të. Po si ka mundësi? Sepse Zoti i Madh, nëse na hedh diçka, na hedh për dy gjëra. Për të na provuar neve, do ta prishim ne zemrën me Zotin, dhe e dyta, na hedh edhe këto të këqija që na ndodhin, na hedh për të mirën tonë. Se Zoti i hedh njeriu aq sa ban, siç thot populli, dhe siç e thot Kurani faktikisht, por edhe nëse i hedh diçka që është e keqe, prapë është në të mirën e tij. Pra në fund fare do të përkthehet në të mirën e njeriu. Në një rast pejgamberi alayhis salam tha, çfarëdo që ti ndodhi, besimtarët është në favorin e tij. Për të mirat është falendërues dhe kjo është në favor të tij, për të këqijat që i ndodhin është durimtar. Pra e pret të keqen me durim, me vetpërmbajtje, jo me rebelim apo ankimim apo të folurën keq apo reagimin e keq. Dhe kjo i kthehet atij në shpërblim dhe në sevap. Pra për shembull ndodhi fatkeqësi, ndodhi vdekje, ndodhi smundje, ndodhi problem, dështim, le të themi, në shkollë apo në biznes apo diçka. Faktikisht Zoti me këtë gjë neve po na pastron. Pra është në të mirën tonë. Prapë ne duhet të kthejmë Zotit me të mirë. Si? Duhet vetë përmbahemi,
nuk duhet mallkojmë, nuk duhet ankohemi te krijesat, po duhet ta kthejmë le të themi këtë moment vështirësie në një moment mësimi për të parë ku ka qenë gabimi, pse Zoti ma solli këtë gjë që unë të përmirësoj veten time, pra le ta kthejmë çdo gjë në favorin tonë edhe pse nuk është e këndshme. Atëherë kjo në raport Zotit me njeriu, pra të mirat e Zotit, ku është shpërblimi i të mirave që na po na jep Zoti, neve do t'ia kthejmë Zotit me të mirë, siç e përmendëm. Dhe është përmend këtu, domethënë ihsan nga ana e Zotit do thotë mirat dhe begatitë që ai neve na jep. Ihsan nga ana e njeriu është ajo që ne tham, minimalja dhe maksimalja është që ti kur adhuron Zotin, ta adhurosh atë sikur e sheh. Këtu ke arrit normën më të lartë të falënderimit ndaj Zotit, falënderimit ndaj krijuesit. Mos harrojmë diçka tjetër që është shumë e rëndësishme. Shpërblimi i të mirës nuk mund të jetë vetëm se e mira. Gjëja më e mirë që neve Zoti na ka dhënë në këtë botë është Islami. Shpërblimi ndaj kësaj të mirë që neve na ka dhënë Zoti, duhet të jetë mirësi gjithashtu. Pra ne duhet të jemi falëndërues ndaj Zotit për këtë mirësi, duhet i lutemi Zotit që ta japi forcë dhe fuqi dhe energji për t'ia dhënë hakun kësaj mirësie dhe duhet i lutemi Zotit na bëj të qëndrueshëm në këtë mirësi derisa të dorëzojmë shpirtin të Madhit Zot. Le ta kthejmë nga krahu tjetër tani. Shpërblimi i të mirës nuk mund të jetë vetëm sa e mira. Domethënë, në momentin që njeriu bën mirë, Zoti atij do t'ia kthejë me të mirë. Si? Në botën tjetër është një herë e sigurt. Kjo është e sigurt që në botën tjetër Zoti do t'ia kthejë me të mirë, sepse thot Zoti në Kur'an, lil ladhina ahsanu al husna. Për ata që kanë bërë mirë, Zoti do t'u japi të mirën. Mund t'ia kthejë edhe në jetën e kësaj bote. Pra, që është në botën tjetër e sigurt, shpërblimi i të mirës për këtë nuk ka diskutim. Kemi në jetën e kësaj bote, edhe në jetën e kësaj bote, Allahu të mirën e shpërblen, të mirën e kthen. Po mirë, lind pyetja. Ne nuk shohim gjithmonë në jetën e kësaj bote që ata të cilët bëjnë mirë, ju kthehet e mira. Varet se si ne e konceptojmë kthimin e të mirës. Pra kthimi i të mirës nuk është domosdoshmërisht para. Kthimi i të mirës nuk është domosdoshmërisht sukses. Kthimi i të mirës është thyer në zemër dhe në shpirt. Kthimi i të mirës që ty Zoti po të mand në fe dhe në këtë besim për shkak të mirësive që ti po bën. Dhe kjo është dhurata më e madhe. Çado që të kesh sukses në jetë, sado që të arrish, po nuk patë Islamin, po nuk patë besimin, s'ka asnjë vlerë. Pra ne duhet të kuptojmë që nuk duhet, domethënë kur bëjmë mirë patjetër të na kthehet kjo e mira në vlerë monetare, apo në rritje rroge apo në sukses. Jo më e para gjë është Zoti na e kthen këtë të mirë që ne mund të bëjmë me të mirën e udhëzimit dhe mbajtjes fe dhe në besim. E para. E dyta, Allahu xhallahu na e kompenson forma të tjera qetësie shpirtërore. Na e kompenson Zoti tek shneti, na e kompenson Zoti tek fëmijët, na e kompenson Zoti në raste fatkeqësisë që na ruan prej dëmeve, prej fatkeqësive etj. Pra Zoti mund ta kompenson edhe në jetën e kësaj bote. Në ahiret është xheneti, okay. Po edhe në jetën e kësaj bote Zoti mund të mirën e shpërblen. Madje prej shpërblimit që Zoti mund na bën neve për të mirën është se nuk na e jep të mirë nga njerëzit. Edhe kjo është mirësi e madhe. Pra ti bën dikujt mirë, dhe ai s'ta kthen këtë të mirë. Domethënë sikur po thot Zoti i Madh, o robi im, mos prit prej njeriu që ty ta kthej të mirën. Do ta kthej unë. Tani kush është më mirë? A ta kthej personi që ti i ke bën mirë të mirën, apo ta kthej Zoti këtë të mirë? Kush mund të shpërblej më mirë? Po për Zotin shpërblen më mirë, nuk ka dyshim. Pra në raport me të mirat, domethënë Zoti më ty t'i kthen shpërblimet, t'i kthen mirësitë, edhe pse ndoshta krijesat apo edhe pse ndoshta njerëzit ty nuk të vlerësojnë apo nuk t'japin vendin e duhur. S'ka gjë e rëndësishme ta di Zoti, sepse po e di Zoti dhe po ma pranoj Zoti nuk më intereson. Madje ka pas disa prej dietarëve, për këtyre që merren me çështjet e zemrës, thotë madje i madhi Zot Allahu xhallahu e ruan robën e tij nga marrja e shpërblimit tek njerëzit, prej njerëzve, për të parë Zoti më të njeriu. Pra me kuptimin të jenë provë këtu. A ke bo për hatër të Zotit, s'do të ngeli hatri. A ke bo për njerëzit. Atër të ngel hatri kur nuk merr benefitin, nuk merr koston mbrapsh, kur nuk merr, si më thon, atë kthimin mbrapsh. Nuk a ke bo për herë të Zotit. Po s'ma njofte, ai nuk më tha faleminderit shumë mirë. Këtu duket sinqeriteti jot. T'jap në rastin e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. E sprovoi Zoti Abu Bekrit me rastin e Aishës radhiyallahu ta'ala anha dhe foli një prej kushërinjve të Aishës radhiyallahu anha,
Mistahu. Ai ishte kushëria e Aishës dhe edhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu i jepte një asistencë mujore. Dhe u çuan 3 veta folën kundër Aishës. Një nga këta ishte edhe sahabiun fjalë. Se normalisht të akuzosh fëmijën e dikujt, bijën e dikujt, që ishte gruaja e profetit, ishte nëna e besimtarëve, ishte bija e Ebu Bekrit që i jepte asistencë. Pra vetëm person që duhet të dilte mbrojtje verbërisht Aishës duhet të ishte ky person. Flasim në matematikën njerëzore. Mirë, po ky që Ebu Bekri i jepte asistencë mujore, ky doli kundër Aishës pa fakt. Pas argument vetëm nga llafet e njerëzve. Ebu Bekri radhiyallahu anhu me drejt tha, unë tha të jap më atij tha, pasha Zotin tha nga sot e kësaj dite tha ai nuk meriton më asgjë prej meje. Dhe ja ndërpreu asistencën mujore. Zoti zbriti një ajet kuranor. Qorton Ebu Bekrin. Ajeti çfarë thoshte? Mos hiqni dorë nga mirësia që keni bërë për muhaxhirët. A nuk doni juve që t'ju falë Zoti? U çu Ebu Bekri në këmbë tha po duhet më falë Zoti im. Njoftoheni tha se asistencën mujore nuk do të ndaloj sa të jem gjallë. Pra dhe të keqen e ktheu me të mirë. Ktheu me të mirë, por ai që ne tham pak më herët që domethënë nuk është kusht ta marrësh prej njerëzve. Ore Zoti shef sinqeritetin ton, Zoti shef shpirtin ton. A ka mundësi që ai që të ka bërë keq ja bëj edhe i të mirë tjetër? A ka mundësi t'ja bësh dhe i të mirë tjetër? Jo, po kështu do të jesh angel që të sillesh në këtë formë. Nuk ka problem, e rëndësishme, kjo është sfidë. Kjo është sfida e vërtetë. Që ndaj atij që na bën keq ti bëjmë mirë. Po edhe nuk na s'ka problem. Mirë, po në krahun tjetër, besimtari i vërtet nuk sillet kështu. Besimtari i vërtet kur dikush i bën mirë, patjetër duhet t'ia kthej të mirën me të mirë. Besimtari i vërtet e kthen të mirën me të mirë. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush ju a bën një të mirë, shpërblejeni. Kush ju a bën një të mirë, kthejani. E nëse nuk keni mundësi që ta shpërbleni, atëherë dy gjëra. Falenderojeni, thojeni atij, Allahu ta shpërblef me të mirë dhe lutuni për të. Pse kjo? Sepse ky njeri që bëri një të mirësi ndaj teje, nuk ta kishte detyrë. Se kishte obligim. E bëri, si më thon, e bëri nga vetja e tij, pra e bëri vet, pa prit diçka prej teje. Atëherë ti duhet ta falenderosh. Mirë është që t'ja kthesh të mirën me të mirë, por nëse nuk ke mundësi, duhet ta falenderosh, duhet i thosh Zotit ta shpërblef me të mirë dhe të lutesh për të. Për këtë arsye në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, ai që s'falenderon njerëzit nuk është falendërues as i Zotit. Ose në hadithin tjetër kujt i bëhet një e mirë dhe s'ka se si t'ja kthej, po i thot atij tjetrit, Jazakallahu khairan, Allahu ta shpërblef me të mirë, e ka kryer. Pra kemi dy raporte. E para, nëse njerëzit nuk falenderojnë, ne nuk duhet ta marrim konsiderat. E dyta, nëse neve na bëjnë mirë, neve patjetër duhet të jemi falendërues ndaj njerëzve. Kjo ka edhe një dobi tjetër faktikisht. Pra, përveç faktit që e kthejmë të mirën me të mirë, po kur s'kemi mundësi bëjmë dua për të, po ka edhe një gjë shumë interesante, që është fakti që çdo njeri që bën një të mirë ndaj teje, ka marr peng, më thojza. Por flasim për njerëzit që kanë virtyte, flasim për njerëz, nuk po flasim për njerëzit që akoma nuk kanë fut në klasën e njerëzve. Flasim për njerëz të mirë. Çdo njeri që ta bën një të mirë do të thotë se, domethënë, desha apo s'deshe, i ke një detyrim, i ke një borxh. E që njeriu mos ketë varësi te krijesat, çfarë thotë Islami? Të bëri mirë, kthehet mirë. S'ke mundsi, thuaj Allahu ta shpërblef me të mirë. Mos rri borxh tek askush. Ama duhet të jesh dinjitos. Çfarë kuptimi? Pra ti falenderon dhe tregosh mirënjohës ndaj çdo kujt që si më thon ty të bën një të mirë. Pra le të themi është tridimensionale në raportet tona me Zotin, në raportet e Zotit me ne kur ne bëjmë mirë dhe në raportet tona me njerëzit, qofshin e mirë që na vjen nga njerëzve, si duhet të reagojmë dhe qoftë një e mirë që ne ua bëjmë njerëzve, nëse nuk ka atë reagimin që ne kemi menduar për ta përmbledhur me ajetin e surës El-Insan, ku Zoti thotë: "Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala shukura. Fajazahumullahu fi dhalika al-yawm." Pra, i shpërbleu Zoti ditën e Kiametit. Pra, ne nuk duam për jush mirësi, as nuk duam për jush të na shpërbleni, pas nuk duam as falënderim. Pse? Sepse ne po e bëjmë për Zotin dhe besojmë se shpërblimi i Zotit është edhe shpërblimi më i mirë. Në fakt, në
në intron ose në hyrjen që ju bët mbi kapitullin e shpërblimit të mirës, në një farë mënyre ka dhe njerëz që janë mirënjohës, po siç e thatë, ndaj Zotit, ndaj ta synke njerëzit. Mirë po, pra kuptuam që ne jemi bërgjli ndaj Zotit, do të themi falënderues mirënjohës ndaj njerëzve. Por njerëzit për te teorive thonë dakord kur jemi mirë, po kur jemi keq. Pra dikujt i vdes një afërm, dikujt i bën keq tjetri, padrejtësia, sidomos të zonat ballkanike, padrejtësia është prevalente në shoqëri. Pra, pse dhe si mund të jemi mirë ne ndaj të keqit dhe ndoshta a mos na tregon kjo dobët dhe i hap rrugën që ne të shkelemi? Që njeriu, që kemi dy gjëra se u bën dy, që njeriu të ndjej dhimbje, që njeriu të pikëllohet, që njeriu të lotojë dhe njëkohësisht të jetë falëndërues ndaj Zotit. Kjo është gjë, që njeriu të ndjej dhimbje dhe që njeriu të reagojë ndaj të keqes, ndaj padrejtësisë, ndaj tiranisë, dhe të jetë njëkohësisht dhe falëndërues ndaj Zotit. Pra nuk kanë gjëra që bien ndesh me njëra tjetrën. Në fatkeqësi për shkak të vdes një afër familje, falimenton biznesi, të heqën prej punës. Pra. Atëherë çfarë duhet të thosh fjalia e parë? Elhamdulillah. Falënderim takon Zotit. Pse? Se edhe kjo vdekje që ndodhi ka urtësi brenda. E ka një sekret. Pra, në fund fare, përkthehet në dobit njeriu. Pavarësisht se dhimbja është e madhe, pavarësisht se stresi është i madh apo pikëllimi është i madh. Ajo është në dobit njeriu, edhe humbja e biznesit apo diçka e tjetër. E ka ajo urtësinë brenda, e ka, do të thonë Zoti më po të jep një mesazh, që mund të jetë mesazhi i zgjimit, që mund të jetë mesazhi i kthimit, që mund të jetë mesazhi i rikoperimit, që mund të jetë mesazhi i bërjes analizës se pse ndodhi, kujt i ke hyrë në hak, kujt i ke bërë padrejtësi. Dhe mund të jetë mesazhi i sprovës, që Zoti thjesht po sprovon. A besoj në Zot? Po. Zoti bën çfarë doj apo ne bëjmë çfarë dojmë? Zoti bën çfarë doj, urdhëro. Si do të sillesh? Për këtë arsye pejgamberi ose në një hadith interesant tha, nëse dikujt i vdes fëmia, Zoti i madh, në momentin e parë që i shkon lajmi personit, i çon dhe një engjëll. Ky engjëll nuk ka punë tjetër, vetëm se dëgjon se çfarë thotë. Në momentin që i vjen lajmi. Dhe në momentin që i vjen lajmi dhe njeriu thotë, elhamdulillah. Falënderimet i takojnë Allahut. Në momentin që i erdhi lajmi. Menjëherë meleku kaq. Ishte puna e melekut, ngjitet lart. I thotë Allahu e din shumë mirë, po përcjell si argument. I thotë i madhi Zot, njeriu çfarë tha kur i shkoi lajmi? Tha o Zot, ty të falenderoj. Çfarë tha Zoti? Ndërtoi një shtëpi në xhenet e robit tim dhe quajini atë shtëpia e mirënjohjes dhe falënderimit. Pra fëmia shkoi në xhenet, edhe prindi shkoi në xhenet. Për i llavgoje kur i thon me fjalë. Kështu që ne asnjëherë nuk duhet domethënë të kalojmë në ekstrem të përjetimit të keqes. Dhe faktikisht unë se jam imam pra prej kaq kohësh, e kam vënë re që mënyra se si përjetohet e keqja tek besimtarët e devotshëm është shumë më ndryshe se se si përjetohet tek njerëzit e tjerë. Dhe argumenti më i fortë ka qenë lufta e Gazës. Si e kanë përballuar këta njerëz që të zhduket familja, të zhduket gjithë fisi dhe të mbetet vetëm një person. Edhe ai thotë elhamdulillah, la ilaha illallah, e sa situata të tjera të ngjashme. Pra, besimtari i vërtet nuk kalon në ekstrem të përjetimit. Ka dhimbje, po. Qan, po. Pikëllohet, po. E përjeton shumë, po, është e vërtet. Po kjo nuk do të thotë që të kaloj në ekstrem. Pra nuk ka ndodhur ndonjëherë me çfarë, do të thonë, në këtë eksperiencë le themi 20 e sa vjeçare, nuk ka ndodhur ndonjëherë që unë të shkoj tek dikush që i ka ndodhur një vdekje që ai për shembull ku diun të ketë rënë të fikt, apo i të ketë grisur rrobat, apo i të ketë tentuar vrasi veten. Pse? Sepse Zoti, punë e Zotit, elhamdulillah. Madje un kam parë se si personi që ka ndodhur fatkeqësia i ka dhënë zemër të tjerëve që ndoshta si ishin as familjes, po janë bërë keq, ata që bëhen keq 5 minutë, atë 3 minutë që kanë bëhet keq me buton. Kam parë Zotin e familjes të dhon sabër njerëzve, të dhon durim njerëzve. Pra kjo është, unë mendoj që besimtari, siç e tha dhe hadithi që ne përmendëm më herët, çdo gjë e përkthen në favor. Çdo gjë e përkthen në favor. Po shpërblimi i mirësisë që ju e thatë, njeriu
a është ekskluzive për botën tjetër, apo mund ta fitoj edhe në këtë botë pra në forma tjera, le ta themi. Ne përmendëm pak më herët, po, është vërtet që kryesorja e shpërblimit të mirësisë është shpërblimi që Zoti i jep njeriut në botën tjetër. Ajo është më e rëndësishme dhe më kryesore. Kjo nuk do të thotë, sepse gjithmonë nga që jemi rritur në kohën e komunizmit, thuheshe që le të themi pushtetet i kanë përdorur fejet për t'i mbajtur njerëzit në kontroll, se u thoshin njerëzve s'ka gjë se e merrnin botën tjetër. Kjo nuk është vërtet faktikisht. Në Islam thuhet mujahidi më i mirë apo dëshmori më i mirë apo rasti më i mirë i reagimit të thuash të vërtetën përballë tiranit. Pra Islami nuk shkon fare me këtë gjujtin djathtën kthejt majtën, nuk i një fare këtë lloj gjuhë Islami. Islami thot ka zullum, ka tirani, ka padrejtësi, mat forcën. Ke mundësi me u përballu. S'ke mundësi rri puno. Pra nuk është kur Islami që hyptin qafën time se unë jam besimtar. Nuk e njeh këtë gjuhë Islami kur. Pra kjo është ideja, domethënë, kështu që shpërblimi nuk ka dyshim që është në botën tjetër dhe ajeti si synim kryesor ka botën tjetër. Po kjo nuk do të thotë që mos kthehet e mira edhe në jetë kësaj, dhe nuk përjashtohet që sepse aty thotë ihsan do thotë mirësia me mirësi. Kështu që fjala mirësi përfshin mirësitë e kësaj bote. Madje Zoti i Madh mund të shpërblej në këtë botë edhe në botën tjetër. Se mund të ndodhi që mos shpërblesh në këtë botë për një të mirë që bën, si sprovë për ty dhe për pas Zotit zemrën tate, por mund të ndodhi që të shpërblej edhe në këtë botë me ato format që ne i përmendëm pak më lart. Gjithashtu një pyetje që gjë më rëndom është që njerëzit e mirë, si më thon, privohen nga mirësitë e kësaj bote dhe njerëzit e këqij gëzojnë shumë nga benefitet e kësaj bote. Pra, si mund të vi kjo në kontekstin e të mirën si shpërblet me të mirën, pra për njerëzit që shtrojnë këto pyetje? Shqip si është punë. Problemi është se unë nuk dorëzohem përballë kësaj shprehje. Nuk është e vërtetë që njerëzit e mirë nuk shpërblejnë ose nuk përfitojnë nga të mirët e kësaj bote. Nuk është e vërtetë. Sepse Zoti nuk ka ndaluar diçka që mos ketë sjell shumë gjëra të tjera të lejuara përballë saj ose në vend të saj. Kështu që nuk, për shembull, Zoti ka ndaluar mishin e derrit, për shembull, le të themi, dhe njerëzit e mirë, pra besimtarët, nuk e shijojnë dot të mirësitë të Zotit, po ka me qindra dhe me mira lloje mishit të tjera që as më shkon mendja kurrë për mishin e derrit. Po kështu edhe për haramet e tjera. Pra Zoti i Madh ka sjell forma kompensimi, nuk është se ne besimtarët nuk po shijojmë dot jetën, po e shijojmë që të shkejmë të. Absolutisht që po e shijojmë që të shkejmë të me kuptimin edhe në kontekstin pozitiv të fjalës dhe në kuptimin negativ. Pra, sprovon më shumë besimtarët, mos themi për se ndryshon. Problemi është se ne nuk presim. Nuk e kemi kontratën me Zotin ne për këtë botë. Ne kontratën me Zotin e kemi për botën tjetër. Kështu që do në fund fare, po nuk i gëzuam të mira që gëzojnë të tjerët, ne kontratën e kemi për botën tjetër. Pra ne dim që jemi kalimtar në këtë botë. Në fillim bëra një pyetje dhe jo ndoshta na shkalu, po sikur inercia e bisedës mori tjetër rrjedh. Pra, nëse dikush ose një autoritet, një institucion, një mik, një afërt të bën keq dhe ti ja kthen me të mirë, mund të dëmtohesh. Pra në këtë rast duhet të jetë reagimi. Pra, a gjithmonë do të sillet mirë me të keqen apo? Jo, kjo është në rastin e zullumit dhe të padrejtësisë, ajo që domethënë ne njohim nga mësimet e fesë është se njeriu duhet të reagojë. Sepse kur nuk reagon, mund të bëhet rrugë për të tjerët. Pra ti hap oreksin tiranit, zullumqarit, institucionit apo e prorit që të vazhdojë edhe me të tjerët. Dhe është ndryshe kur është diçka le të themi kështu personale, që njeriu nuk reagon dhe e fal për hatër të Zotit. Qartë, ku nuk ka dëm, nuk ka pasojë negative. Kurse unë mendoj që duhet reaguar. Unë mendoj që duhet reaguar dhe nuk e shoh korrekte që kur shohim për shembull le të themi një abuzim, kur shohim një korrupsion, kur shohim diçka, kur shohim mashtrimet, që ne mos të reagojmë. Themi sa e ka për veten e tij, jo, dhe ne duhet të reagojmë. Atëherë shkëputemi për ndërprerje të shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio. Të nderuar teleshikues, ja pra kur rikthyem sërish në studio.
Atëherë hoxhë nderuar, një pyetje që shtrohet vetvetiu pra në fund të emisionit, me që jemi në mbyllje, është që kur njeriu vjen këtë botë, duket sikur ka të gjitha, ka shnetin, ka lirinë, ka lumturinë. Me kalimin e kohës duket sikur i humbet to. Pra derisa fund fare, ai humbet gjithçka dhe si thonë një lloj përgatitet terreni pra për vdekjen dhe për. Mirë po momenti që kjo botë mbaron dhe siç thot populli ne s'marrim gjë me vete. Atëherë si do shpërblen të mirat që ne kemi investuar dhe kemi mbjellur në këtë botë. Pra kush është ajo çmimi i madh që do marrim në botën tjetër? Nuk ka dyshim se e tham edhe më herët që çmimi i madh është që Zoti po na mban dhe nuk po na largon prej tij, pra duke qëndruar në Islam. Shpërblimet vijnë, s'ka dyshim. Shpërblimi fillon me jetën e varrit. Varri për besimtarin është kopsht për kopshteve të xhenetit. Shpërblimet vijnë në botën tjetër. Thot Zoti në Kur'an, besimtarët do të vinë si delegat të Zotit, si mysafirë të Zotit, pra nuk do të jemi ne me njerëzit e tjerë ditë e Kiametit. Shpërblimi tjetër se Zoti nuk na fut në zjarr të xhenemit. Faman zuhziha anin nari wa udkhila al-janna faqad faz. Kush shpëton për xhenemit dhe futet në xhenet, ka shpëtuar. Shpërblimi tjetër se ne fitojmë xhenetin. Kjo është mirësia më e madhe se ne, domethënë në xhenet do të shpërblejmë për gjitha të mirat që ne kemi bërë për Zotin në kësaj bote. Dhe e pesta është se ne në botën tjetër do të kemi mundësi të shohim Zotin ton. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an, lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Për ata që kanë bërë mirë në këtë botë si besimtar, Zoti do t'u japë mirësi pafund, që është xheneti, po edhe diçka dhurat, mbi mirësitë pafund. E pyetën profetin alayhis salam, o pejgamberi i Zotit, ç'është kjo mirësia dhurat plus? Ndërkohë që xheneti i ka të gjitha. Tha, besimtarëve në parajs, pra në xhenet, do t'i mundësohet ta shohin Zotin e tyre dhe nuk ka bekim më të madh dhe dhuratë më të madhe dhe më të bukur për besimtarët se sa kur të shikojnë Zotin, krijuesin e tyre. Kështu që si themi ne mos e vrit mendjen se si do të jetë shpërblimi, është e sigurt që shpërblimi do të jetë ashtu siç e thot Hadithi Kudsi, kanë përgatitur për njerëzit besimtarë vepër mirë, atë që sytë se kanë parë, atë që veshët se kanë dëgjuar dhe atë që mendet njerëzore nuk e kanë imagjinuar kurrë. Pra xheneti është i atill që është i paimagjinueshëm. Dhe mjafton që në xhenet njeriu nuk vdes kurrë, është i përjetshëm, sikur mos kishte asgjë tjetër në xheneti. Vetëm përjetësinë do të ishte mjaftueshëm që të shihej si bekimi më i madh. Për këtë arsye dhe ajetin fjalë ka ardhur në cilën sure, në surën Rahman. Në surën Rahman pikërisht jepet përgjigje për këtë pyetje. Se si është xheneti, çfarë ka xheneti, sa lloje xhenetësh, çfarë lloje ujash etj, po edhe në përgjithësi Kurani na tregon se ç'është xheneti, lumet e xhenetit, ushqimi i xhenetit, hyrit e xhenetit etj, pra që ne të kuptojmë se xheneti nuk është diçka ndërrore, prallore, mendore. Jo, xheneti është realitet që ne do ta jetojmë, do të jetojmë në të, do të hajmë, do të pijmë, do të zhvillojmë jetën tonë pafundësisht, përjetësisht. Pra nuk është diçka shpirtërore, nuk është punë shpirtësh, do të jemi ne, ky njeriu që është sot, ky do të jetë në xhenet. Ashtu siç edhe ai njeriu që është sot do të jetë në zjarrin e xhenemit. Kështu që fitimi është i madh, fitimi është i vërtet, fitimi është me shpresën e Zotit i përjetueshëm, thjesht duhet të ketë njerëz që lodhen për ta. Sakrifikojnë. Pra mirë absolute, nuk ka më të mirë se sa ajo, përderisa njeriu se imagjinon dot dhe veç Zoti din ta bëj. Mirë hoxhë, falenderoj që ishit sot me ne në studio. Gjithashtu falenderoj të shikuesit për vëmendjen që na kushtuan në këtë emision.